Vetëm 10 gjethe nga rozmarina I japin lëmë të mirë çdo sëmundje, si ta përdorni. Një aromatike magjike ekziston në dollapin tuaj dhe në kuzhinën tuaj mund të sjellë shumë përfitime, e cila mund të jetë shumë e rëndësishme për shëndetin. Përdorimi I barit aromatik synon trajtimin e çrregullimeve gastrointestinale dhe neurologjike, në forcimin më të mirë të sistemit tuaj imunitar. Gjithashtu lehtëson problemet tuaja të stresit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Furnizon trupin me një mori të parë të lëndëve ushqyese, lehtëson gjithashtu edhe problemet dhe kontribon në shëndetin e mirë të syve dhe shëndetin e mirë të mëlçisë. Ndaj, përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi I kësaj erëze në recetat tuaja ditore do të luajë një rol pozitiv, rigjenerues dhe lehtësues kundër inflamacioneve dhe komplikacioneve të ndryshme. Rozmarina përmban minerale të rëndësishme të kalciumit, hekurit, manganit, gjithashtu vitamina B, B12, B2, B1, riboflavin e të tjera. Ajo përmban edhe vitaminën A dhe C. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nëse shtoni rozmarinën në përditshmërinë e recetave tuaja? Sipas Healthline në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që kjo bimë do t'japë për shëndetin tuaj nëse e përdorni atë në vazhdimsi. Rozmarina është një bimë fantastike që mund të luajë një rol pozitiv edhe në shëndetin tuaj të trurit. Rozmarina përmirëson funksionet e trurit si performancë njohëse, kujtesa, vigjilenca, gjithashtu dhe përqendrimi. Ajo ka veti të cilat përdoren ndërshekuj përmes aromaterapisë dhe studimet moderne I nxjerrin në pa përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi I kësaj bime. Ulëntimet kanë gjetur përmirësim të funksioneve njohëse brenda 20 minutave nga thithja e vajit esencial të rozmarinës. Rozmarina gjithashtu është një bimë shumë e mirë dhe fantastike edhe në betejën tuaj kundër problemeve të ankthit, duke lehtësuar atë ndjeshëm. Zjerja e gjetheve të saj dhe vaji esencial I rozmarinës do të lehtësojnë lodhjen nervore, stresin kronik, ndërsa do të përmirësojnë cilësinë tuaj të gjumit dhe do të relaksojnë situatat tuaja anktioze. Rozmarina ka veti të mira antiseptike. Ekstrakti I barit ka veti të mira antifungale, antivirale, antibakteriale, falë përmbajtjes së acidit karzonik dhe rozmarik. Konsumi I tij nga ana tjetër është I lidhur përmes ulëntimeve me një risk më të ulët të infeksioneve dhe forcim më të mirë të sistemit imunitar. Rozmarina përmirëson qarkullimin e duhur të gjakut. Elementet antiinflamator që gjenden te rozmarina do të forcojnë kështu sistemin tuaj dhe do të lehtësojnë problemet që shkaktojnë radikale të lira. Ndaj, përdorimet të tilla të kësaj bime mund të jenë një ndihmë shumë e mirë edhe për një nxitje më të mirë të rigjenerimit të lëkurës dhe shëndet më të fortë dhe më të plotë të flokëve. Ajo mund të përdoret në formën e vajit ose të lahet floku juaj me përdorimin e lëngut të rozmarinës. Rezultatet që do të merrni në fund do të jenë mbreslëndse, rigjeneruese dhe lehtësuese për shëndetin tuaj ditor. Ekspertët tregojnë se rozmarina është një bimë që mund t'i japë shumë përfitime. Ajo mund të përfshihet në erëza si ushqim. Në limonadën tuaj freskia e saj mund të kombinohet në forma të ndryshme. Mund ta përdorni në formën e vajit esencial për aromaterapi ose për aplikime për masazhe të ndryshme. Megjithatë, nevojitet një kujdes se si duhet ta përdorni atë në recetat tuaja. Konsumi I tepërt mund të shkaktojë efekte të padëshiruara si të vjella dhe konluzione. Nuk rekomandohet të konsumohet në sasi shumë të mëdha, sidomos te femra shtatzana dhe ata që janë alergjik nga përdorimi I barave të ngjashme. Është një përzgjedhje shumë e mirë që mund të ndikojë pozitivisht për shëndetin tuaj, për sa kohë ju e konsumoni dhe e përdorni atë me kujdes, edhe në përditshmërinë e recetave tuaja ditore. Vlerat dhe përfitimet që merrni nga rozmarina janë të shumta, duke filluar që nga pamja juaj e jashtme deri tek organizmi. Kjo bimë aromatike bën pjesë në familjen e mentes. Rritet me shumicë në vendin tonë dhe shpesh përdoret për shijen e shtuar të gatimeve. Zakonisht ajo është e njohur për vetitë e saj qetësuese,
kundër dhimbjeve të trupit dhe gjithashtu në një përmirësim më të mirë të memorjes suaj. Përdoreni atë në përditshmërinë e recetave tuaja dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet mbretërëse falë elementeve ushqyes që ajo ka. Rozmarina është një bimë praktike me ndikime të larta në dobi të vlerave të shëndetit. Ndaj në këtë video do të rendisim disa nga përdorimet kryesore të kësaj erëze, të cilën mund ta përdorni edhe për të parandaluar një sër shqetësimesh. Përfitimi i parë që do të merrni nga rozmarina është edhe ndikimi që ajo ka në shëndetin tuaj të mushkërive. Mushkërit janë vazhdimisht në punë duke thithur oksigjen dhe duke nxjerrë jashtë dioksidin e karbonit. Janë kështu organi kryesor që çon oksigjenin në gjak dhe ndër më të rëndësishmet edhe për organizmin tuaj në tërësi. Ndaj, përdorimet të tilla të kësaj bime mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë për personat që përjetojnë probleme të mushkërive dhe risk të rënd të sistemit të frymëmarrjes. Rozmarina është një bimë praktike me ndikime afatgjata në lehtësimin e këtyre komplikacioneve dhe si e tillë duhet të përdoret me kujdes në përditshmërinë e recetave tuaja. Ndikimet që do të jenë në fund do të jenë vërtet mbretërëse. Rozmarina ka efekte pozitive për shëndetin tuaj të syve. Personat që përjetojnë humbje të shikimit ose atë që quhet degenerimi makular i syrit, rozmarina mund të jetë një ndihmë efektive në shëndetin tuaj në këto situata emergjente, duke u dhënë kështu përfitime të duhura për të cilat trupi ka më shumë nevojë. Ajo mund të ulë riskun e prekjes nga problemet dhe rekomandohet të shtohet veçanërisht në dietën tuaj shëndetësore. Kështu ndikimi i rozmarinës në përditshmëri do të jetë me përfitime të larta dhe do të lehtësojë gjithashtu shqetësimet të cilat lidhen edhe me një shikim të dobët, sidomos në kushtet kur drita mungon. Shtimi i rozmarinës në dietën tuaj ditore do të lidhet gjithashtu edhe me përfitime më të mira për shëndetin tuaj të tretjes. Duke qenë e pasur me nivel të lartë të antioksidantëve dhe vitaminave të rëndësishme, kjo bimë do të ndihmojë edhe në tretjen më të mirë të ushqimit, duke lehtësuar kështu komplikacionet e tretjes. Ekspertët thonë se rozmarina mund të shtohet në dietën tuaj edhe për të përfituar një shije më të veçantë dhe për të ndihmuar kështu sistemin tuaj tretës të kryejë më mirë funksionet e tij. Vaji i rozmarinës mund të jetë gjithashtu një efektiv shumë i mirë për shëndetin tuaj të kujtesës. Ndihma që kjo bimë do t'i japë për memorien tuaj dhe për qëndrimin e trurit është e paçmueshme. Përfitimet e saj janë marrë që në lashtësi si recetë natyrale për shëndetin e mirë të mendjes dhe të memorjes. Ekspertët thonë se rozmarina mund të përmirësojë memorien tuaj deri në 30% nëse ajo konsumohet në mënyrë të rregullt dhe në mënyrë të kujdesshme. Shtimi i rozmarinës në vaktet tuaja ditore do të jetë një zgjedhje shumë e mirë edhe në betejën e organizmit tuaj kundër problemeve të depresionit. Rozmarina ndihmon edhe kundër sëmundjeve neurologjike siç janë depresioni, ankthi ose skleroza e shumëfisht. Mjafton që ta përfshini atë vazhdimisht në recetat tuaja ditore dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë mbretërëse për organizmin dhe gjithashtu shëndetin tuaj të kujtesës. Kujdesuni ta shtoni atë vazhdimisht në vaktet tuaja dhe ndikimi që do të keni do të jenë vërtet larmishme. Rozmarina është një bimë fantastike që mund të ndihmojë gjithashtu edhe në largimin e ujërave të tepërta nga trupi. Kjo bimë mund të jetë shpëtimi juaj më i mirë në betejën kundër këtyre komplikacioneve, sidomos për personat që kanë një mbledhje të ujit brenda në trupin e tyre. Mund të jetë një shpëtuese shumë e mirë në situatat e tyre emergjente, sigurisht duke u konsumuar dhe duke u përdorur në formën e saj natyrale. Sigurohuni që ta përdorni atë në formën e çajit, dhe kështu rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike. Por nëse merrni njëkohësisht edhe medikamente dhe doni të përdorni rozmarinën si trajtues për shëndetin tuaj, më parë konsultohuni me mjekun tuaj për të evituar ndërveprimet ose dhe efektet negative me medikamentet. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.